Prizreni është qytet i njohur për larminë etnike. Por përfaqësimi i komuniteteve pakicë në mediat mbetet i kufizuar. Historitë, shqetësimët dhe kontributet e tyre rrallëherë zënë vend në lajmet e përditshme. Të intervistuarit vlerësojnë se komunitetet etnike zakonisht përfaqësohen vetëm në kontekste politike apo kulturore, ndërsa jeta reale dhe nevojat e tyre mbeten jashtë vëmendjes mediatike. Mungesa e përmbajtjeve në gjuhët amtare dhe vështirësitë gjuhësore e bëjnë edhe më të vështirë qasjen në media. Gjithsesi që ekziston një hapësirë që i dedikohet komuniteteve në media, po kjo hapësirë shpesh trajton vetëm ndonjë tematikë të caktuar dhe unë mendoj që nuk e pasqyron jetën reale, pra nuk i prek edhe tematika tjera dhe nuk e tregon drejt për drejt me çka ballafaqohen komunitetet edhe me jetën reale që janë duke jetuar. Çok sağlıklı olduğunu düşünmem. Çünkü şöyle bir problemimiz var. Türkçe medyalar bizde çok fazla yok. Daha fazla var internet üstünde, sosyal medyada. Ama televizyon üzerinden çok fazla bir medyaya erişimimiz yok. Devlet kanallarında biraz var. Bazı kanallarda var, bazı programlar ama bu yeterli değil. Sadece internette, işte Facebook'ta, Instagram'dan haberlere ulaşabiliriz ve bu bizim komünitemiz için bir eksiklik. Çünkü insanlar haberleri kendi dillerinde alamaylar. Kemi shumë pak media ose të themi që vetëm RTK-ja që ka një minutazh të kufizuar edhe normalisht është televizion publik dhe lajmet normalisht që janë më zyrtare dhe më shumë kanë të bëjnë me politikë. Edhe nga ana tjetër e kemi vetëm një media të pavarur siç është Radio Romana Avazo, e cila transmeton program 24 orë, por për shkak të mosmbështetjes nga ana e institucioneve dhe nuk është institucionalizuar deri më tani as nga komuna, as nga institucionet tjera me mbështetje të fondeve, edhe kjo media vazhdon domethënë të ketë sfidat e veta për funksionim. Edhe kur ka sfida normalisht nuk ka shumë programe mediale ose përmbajtje mediale, emisione të ndryshme ku mund të bëhet një përfaqësim më i madh. Shukaralanamenca ne vipjengje edicija per Romani Çip. Sipas tyre, mungesa e mediave në gjuhët e komuniteteve ka ndikuar që informimi të zhvendoset kryesisht në rrjete sociale, duke lënë shumë qytetar të painformuar. Krahasuar me vitet e mëparshme, sot ka më pak programe televizive që u dedikohen komuniteteve etnike, ndërsa interesimi dhe mbështetja institucionale duket se ka rënë. Özellikle diasporanın oy kullanma yöntemi konusunda anlaşma sağlayamadı. Türkçe medya yok. Sadece Türkçe değil, diğer dillerde de eksiklik var. Yani daha önceye göre bir kıyaslama yaparsak, daha önce Türkçe programlarda çok var idi, diğer dillerde programlarda da çok var idi ve topluluklardan katılım da çok oldu, izlenme da çok oldu. Yani bundan bir 15 sene öncesinde ben kendim bile işte yeni sene programları olsun ya da farklı programlar olsun onlara katılıp onları yeni sene CC'si açıp izleyen bir insanıydım. Ama şu anda maalesef bile bir programlarda çok fazla eksiklik var. Bu bizim için de bir zorluk ama böyle bir istek var mı onu da bilmem. Yani insanlar istemiyorlar izleme televizyon üstünden bile haberler, bile programlar. Onu da bilmeyeyim ama ben kendimde gördüğüm ve etrafımda gördüğüm eksiklik haberlerin çok fazla sosyal medyada takılı kalması ve sadece haberleri takip ederseniz bunlar sizin ana sayfanıza düşey. Eğer haber takip eden bir insan değilseniz normalde sosyal medyada da bu şeyleri gjyremeyiz. Sfidat më të mëdha, unë po mendoj që janë që fokusi më i madh i jepet tematikave që kanë të bëjnë me politikë dhe nuk trajtohen tematika tjera siç është kultura, nuk trajtojmë tema që kanë të bëjnë me mjedis, nuk trajtojmë edhe tema që kanë të bëjnë me rini. Pra, fokusi më i madh momentalisht jemi duke pa që i jepet politikës dhe hapësirave që kanë të bëjnë me politikë. Intervistat që zhvillohen me komunitete zhvillohen në gjuhën shqipe dhe njohuria e tyre për gjuhën shqipe është mundemi të themi kryesisht bazike
dhe intervistet që ata i japin shpesh marrin një konotacion tjetër, pra kemi keq interpretime që masanej vjen deri te një keq interpretim në publik për atë se çka kanë dash ata direkt. Shikoni normalisht që ka secili shumica e profesioneve janë deficitare, po kjo nuk do të thonë që duhet të mos vazhdohet me mbështetje të nxënës të rinjve që mund të studiojnë gazetarinë, po ashtu ose të marrin njohuri nga trajnimet të ndryshme që organizojnë jo vetëm mediat e tjera, por edhe organizatat e tjera, po nga ana tjetër edhe bashkëpunimi me media të tjera ndikon edhe në avansimin e gazetarëve të rinj, e pastaj nëse dikush motivohet edhe ka afirmitet që të vazhdoj sa i përket studimet e gazetarisë, atëherë vjen edhe ajo. Por duke e parë që shumica e profesioneve ose përkatësisht gazetaria nuk po mbështetet tek komunitetet ose tek pakicat, atëherë normalisht nuk mund të ketë edhe interesim. Ne kemi deri në 5 të diplomuar sa i përket gazetarisë, por prej tyre 2 janë të punësuar në RTK dhe njëri është i punësuar në Radio Romano Avazo, i cili ka përfunduar produksion dhe komunikim masiv. Kemi edhe të tjerë që punojnë me organizata të tjera, nuk po gjejnë hapësira në mediat e tjera ose vetë në mediat tona për arsye se nuk ka funksionim ose nuk ka qëndrueshmëri në aspektin financiar. Përfaqësimi në media nuk është vetëm çështje prezence, por e drejtë për zë dhe pjesëmarrje të barabartë në shoqëri. Mediat kanë përgjegjësi të pasqyrojnë realitetin e plotë të qytetit, duke reflektuar larmin etnike dhe duke mos e lënë asnjë komunitet në margjinat e informacionit.